Ndërsa gurët fluturonin dhe turma bërtiste, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Në momentin më brutal të përndjekjes, Stefani pa qiellin të hapej para syve të tij. Ai nuk pa vetëm engjëj, ai pohoi se pa vetë birin e njeriut në këmbë, diçka shumë e rrallë në shkrime. Çfarë zbulon ky vizion për qiellin, gjykimin dhe fatin e atyre që mbeten besnik deri në fund? Ndiqeni deri në fund sepse kuptimi më i thellë i këtij vizioni është i fshehur në detajet e fundit dhe pajtohuni në kanal për të vazhduar zbulimin e historive biblike që pak kush i shpjegon. Jeruzalem, rreth vitit 34 pas Krishtit. Dielli i mëngjesit ndriçon gurët e bardhë të tempullit, duke i bërë ata të shkëlqejnë sikur të ishin prej ari. Por në sallën e Sinedrit, atmosfera është e errët. Një burr qëndron në këmbë para gjykatës më të fuqishme të Izraelit. 70 gjyqtar e vështrojnë me urrëtie. Dëshmitar të rrem sapo e kanë akuzuar për krime që nuk i ka kryer. Sentenca e vdekjes varet në ajër si një re stuhie. Por diçka e huaj ndodh në atë moment. Ndërsa të gjithë presin të shohin frikë në sytë e tij, ajo që shohin është diçka tjetër. Fytyra e tij fillon të shkëlqej. Si fytyra e një engjëlli. Dhe ai buzëqesh. Kjo është historia e Stefanit. I pari i krishterë që vdiq për besimin e tij. Njeriu që pa qiellin të hapej ndërsa gurët i grisnin mishin. Historia e dikujt që e shndërroi vrasjen e tij në një dëshmi aq të fuqishme sa që bën njehon edhe sot, pothuajse 2000 vjet më vonë. Por për të kuptuar peshën e këtij momenti, duhet të ktheheni disa vite pas në kohë dhe të njihni skenarin që prodhoi këtë përballje të pashmangshme. Gjithçka fillon në Jeruzalem, qyteti më i rëndësishëm i botës judaike. Po flasim për një metropol me rreth 80.000 banor të përhershëm, por që gjatë festave fetare arrinte të priste më shumë se 200.000 njerëz. Pelegrinët vinin nga të gjitha anët e perandorisë romake për të adhuruar në tempull. Judej nga Greqia, Egjipti, Siria, Mesopotamia, Azia e vogël, Afrika e veriut. Burra dhe gra që flisnin greqishten si gjuhë të parë, që ishin rritur në qytete helenistike, që njihnin filozofinë e Platonit dhe Aristotelit, por që ruanin identitetin e tyre judaik edhe pse jetonin larg tokës së premtuar prej brezash. Tempulli i Jeruzalemit ishte zemra rase e këtij kombi të shpërndar në përboll. Një strukturë monumentale që u deshën më shumë se 40 vjet për të rindërtuar nga Herodi i Madh. Projekti filloi në vitin 19 para Krishtit dhe ende nuk ishte përfunduar plotësisht në kohën e Jezusit. Gurët e tij të bardhë dhe të artë shkëlqenin nën diellin e lindjes së mesme sikur të ishin bërë prej drite të pastër. Disa nga këta gur peshonin më shumë se 500 ton. Mendoni madhësinë e kësaj. Një bllok i vetëm guri më i rënd se një avion komercial plotësisht i ngarkuar. Rabinët e asaj kohe thoshin se kush nuk ka parë tempullin e Herodit, nuk ka parë kur një ndërtesë të bukur në jetë. Sipërfaqja totale e kompleksit të tempullit zinte afërsisht 140.000 metra katror. Ekuivalenti i 20 fushave të futbollit krah për krah. Obori i paganëve mund të nxinte 400.000 njerëz me njëherë. Kolonat e portikut të Salomonit ishin më shumë se 12 metra të larta, të bëra prej mermerit të bardhë të lëmuar. Veluri që ndante shenjtëroren e shenjtëroreve ishte aq i trashë saqë, sipas traditës judaike, do të duheshin 2 kuaj që tërhiqnin në drejtime të kundërta për ta grisur atë. Por nuk ishte vetëm bukuri arkitekturore. Ishte pushtet. Tempulli përfaqësonte praninë e Perëndisë në tokë. Priftërinjtë që shërbenin aty formonin elitën fetare dhe politike të Izraelit. Kryeprifti ishte figura më me ndikim e kombit, duke i dhënë llogari vetëm guvernatorit roman. Dhe Sinedri, këshilli prej 70 pleq që mblidhej në ambientet e tempullit, funksiononte si gjykata supreme judaike, me pushtet mbi jetën dhe vdekjen për çështjet fetare. Ishte në këtë mjedis madhështor dhe të ngarkuar me tension që një sekt i ri filloi të shqetësonte autoritetet. Ndjekësit e Jezusit nga Nazareti nuk ndaleshin së rrituri. Vetëm pak javë pas kryqëzimit, në ditën e rrëshajave, ishin tashmë më shumë se 3.000. Brenda pak muajsh, numri u rrit në 5.000 burra, pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Disa historian vlerësojnë se komuniteti i krishterë në Jeruzalem mund të ketë arritur në 15 ose 20.000 njerëz në vitet e tij të para. Për një qytet me 80.000 banor, kjo përfaqësonte diçka midis 1/5 dhe 1/4 së gjithë popullsisë. Një lëvizje që rritej si zjarri në kashë të thatë. Dhe ajo që i irritonte më shumë autoritetet ishte mesazhi qendror i këtyre ndjekësve.
Ata proklamonin se Jezusi, ai marangos nga Galilea që Sinedri e kishte dënuar me vdekje, ishte ringjallur. Më shumë se aq, pohonin se ai ishte Mesia i promis, biri i Perëndis, dhe se udhëheqësit fetar të Izraelit kishin vrarë të shenjtin e Perëndis nga ignoranca dhe xhelozia. A mund ta imagjinoni se si tingëllonte kjo akuzë për veshët e priftërinjve dhe farisenjve? Ishte sikur dikush të hynte në Vatikan sot dhe të thoshte se Papa është një vrasës profetësh. Ofendimi ishte personal dhe institucional në të njëjtën kohë. Çdo i konvertuar i ri në krishterim ishte një dëshmitar i gjallë se udhëheqësit fetar kishin gabuar. Çdo mrekulli e kryer në emër të Jezusit konfirmonte mesazhin që ata donin të heshtnin. Tensioni ishte i pashmangshëm. Por apostujt nuk mund të heshteshin lehtësisht. Pietri dhe Gjoni ishin arrestuar dhe kërcënuar tashmë, por vazhdonin të predikonin. Gamalieli, një nga antarët më të respektuar të Sinedrit, kishte këshilluar kujdes, nëse kjo lëvizje ishte me origjinë njerëzore, do të binte vetvetiu, nëse ishte nga Perëndia, askush nuk mund ta ndalonte. Populariteti i apostujve midis popullit të thjesht vështirësonte çdo veprim më drastik. Dhe atëherë lindi një problem i ri, logjistika. Me mijëra të konvertuar të rinj, kisha e hershme përballej me sfida praktike gjigante. Shumë shisnin pronat e tyre dhe i sillnin paratë të apostujt për t'i shpërndarë midis të nevojshmëve. Kapitulli i 4 i Veprave regjistron se nuk kishte asnjë të nevojshëm midis tyre, sepse të gjithë ata që zotëronin tokë ose shtëpi i shisnin ato dhe sillnin produktin e shitjeve. Kishte veja që vareshin nga kjo ndihmë ditore për të mbijetuar. Dhe filluan të kishte ankesa. Vejat me origjinë greke, ato që vinin nga jashtë Izraelit dhe flisnin greqishten si gjuhë kryesore, ndjenin se po liheshin pas dore në shpërndarjen ditore të ushqimit në favor të vejave hebrenje të lindura në Jeruzalem. Ishte një krizë administrative që mund të shndërrohej në ndarje etnike brenda kishës në lindje. Një çarje e vogël që, po të mos trajtohej, mund të shkatëronte të gjithë strukturën. Të 12 apostujt u mblodhen dhe morën një vendim të urtë. Ata nuk mund të braktisnin lutjen dhe mësimin e fjalës për t'u kujdesur për tryezat dhe financat. Kështu i kërkuan komunitetit të zgjidhte 7 burra me emër të mirë, plot me frymën e shenjtë dhe me urtësi, për t'u kujdesur për këtë detyrë. Burra që do të ishin dhjakët e parë të historisë së krishterë. Dhe interesant është se të 7 të zgjedhurit kishin emra grek: Stefani, Filipi, Prohori, Nikanori, Timoni, Parmena dhe Nikola. Komuniteti hebre zgjodhi burra grek për t'u kujdesur për problemin e vejave greke. Ishte një demonstrim për ulësie dhe uniteti që e zgjidhi krizën para se ajo të bëhej ndarje. Dhe këtu hyn Stefani. Teksti biblik në kapitullin e 6 të Veprave thotë se Stefani ishte një burr plot besim dhe me frymën e shenjtë. Emri i tij shfaqet i pari në listën e të 7 të zgjedhurve, gjë që sugjeron se ai ishte udhëheqësi i grupit ose të paktën më i shuari. Emri Stefani vjen nga greqishtja Stephanos, që do të thotë kuror ose kuror fitorjeje. Ishte çmimi që u jep plej fituesve në garat atletike. Një emër profetik, siç do të shihet. Por Stefani nuk ishte vetëm një administrator kompetent. Teksti thotë se ai kryente mrekulli dhe shenja të mëdha midis popullit. Mrekulli. Shërime. Manifestime mbinjerëzore që tërhiqnin turma dhe gjeneronin konvertime. Ai kishte dhuntin e fjalës dhe debatonte në sinagoga me një urtësi që kundërshtarët e tij nuk mund ta hidhnin poshtë. Fryma e shenjtë fliste përmes tij në një mënyrë që çarmatoste çdo argumentim kundërshtar. Dhe këtu historia përshpejtohet drejt përballjes fatale. Në Jeruzalem ekzistonin disa sinagoga të organizuara sipas origjinës gjeografike. Ishte sinagoga e të liruarve, e formuar nga judejnë që kishin qenë skllëvër në Rom dhe më pas ishin liruar. Këta burra njihnin pushtetin perandorak nga afër, kishin jetuar poshtërimin e skllavërisë dhe ishin veçanërisht të zellshëm për besimin e etërve të tyre. Kishte sinagoga të judejve nga Kirena, në Afrikën e Veriut, nga Aleksandria, në Egjipt, nga Kilikia dhe Azia e Vogël. Burra të kulturuar, të edukuar në filozofinë greke, të trajnuar në retorikë dhe logjik, por të devotshëm ndaj ligjit të Mojsiut. Burra që dinin të argumentonin dhe të debatonin si pak kush. Disa nga këta burra filluan të debatonin me Stefanin. Libri i Veprave, kapitulli 6, vargu 10, regjistron rezultatin: nuk mund t'i rezistonin urtësisë dhe frymës me të cilën ai fliste. U mposhtën publikisht. U poshtëruan në debate teologjike para dëshmitarëve.
Argumentet e tyre më të hollësishme rrëzoheshin para përgjigjeve të Stefanit. Erudicioni i tyre nuk mund të konkuronte me zbulimin hyjnor që rrifte përmes atij njeriu. Dhe kur nuk mund të fitosh një argument me të vërtetën, çfarë mbetet? Gënjeshtra. Këta burra, të paftë për të hedhur poshtë Stefanin me arsye, vendosën ta shkatëronin me shpifje. Korruptuan dëshmitar të rem për të thënë se e kishin dëgjuar të thoshte blasfemi kundër Mojsiut dhe kundër Perëndisë. Nxitën popullin, pleq dhe skribët. Krijuan një trazir të koordinuar që rezultoi në arrestimin e Stefanit dhe dërgimin e tij me forcë në Sinedër. E njëjta gjykatë që kishte dënuar Jezusin pak vite më parë, tani përgatitej të gjykonte edhe një ndjekës tjetër. Akuzat ishin të rënda dhe specifike. Dëshmitarët e rem deklaruan, ky njeri nuk pushon së foluri fjalë kundër vendit të shenjtë dhe kundër ligjit. Ne e kemi dëgjuar të thotë se ky Jezus Nazareasi do ta shkatërrojë këtë vend dhe do të ndryshojë zakonet që na la Mojsiu. Vëzhgoni strategjinë me vëmendje. Ata sulmuan dy shtyllat e identitetit judaik, tempullin dhe ligjin. Kushdo që kërcënonte këto institucione konsiderohej armik i kombit, tradhtar i besimit, i denjë për vdekje. Dhe ndëshkimi për blasfemi ishte vrasja me gur. Stefani ishte i rrethuar. 70 gjyqtar armiqësor që e kishin vendosur verdiktin para se të fillonte gjyqi. Dëshmitar gënjeshtar të gatshëm të betoheshin për çdo gjë për çmimin e duhur. Një turm e tërbuar gati për të ekzekutuar sentencën me duart e veta. Asnjë shans për të shpëtuar. Asnjë mundësi për mbrojtje të drejtë. Dhe atëherë ndodhi diçka që askush nuk e priste. Teksti i Veprave, kapitulli 6, vargu 15, thotë se të gjithë ata që ishin ulur në Sinedër, duke e vështruar ngulm, pan fytyrën e tij sikur të ishte fytyra e një engjëlli. Nuk ishte një shprehje poetike. Nuk ishte një metaforë. Ishte një manifestim i dukshëm, mbi njerëzor, që të gjithë në sallë e dëshmuan. Fytyra e Stefanit shkëlqente me një dritë që nuk vinte nga asnjë burim natyror. Një lavdi hyjnore që heshti përkohësisht akuzuesit e tij. I njëjti shkëlqim që Mojsiu pati kur zbriti nga mali Sinai tani shfaqej në fytyrën e një njeriu të akuzuar për blasfemi kundër Mojsiut. Kryeprifti, megjithatë, vazhdoi me marrjen në pyetje. Pyeti nëse akuzat ishin të vërteta. Përgjigja e Stefanit nuk ishte një mbrojtje në kuptimin konvencional. Nuk ishte një përpjekje për të justifikuar apo për të mohuar akuzat. Ishte një predikim. Një fjalim prej më shumë se 50 vargjesh që përshkon të gjithë historinë e Izraelit që nga Abrahami deri te Salomoni. Fjalimi më i gjatë i regjistruar në librin e Veprave. Një leksion magjistral i teologjisë dhe historisë që shkon shumë përtej një vetëm mbrojtjeje të thjeshtë. Ishte një akuzë e kthyer mbrapsht. Një përmbysje e plotë e roleve. Ai filloi me Abrahamin duke treguar se si Perëndia e thirri patriarkun kur ai ishte ende në Mesopotami, para se të banonte në Haran, para se të shkelte në tokën e promisë, para se të ekzistonte ndonjë tempull apo shenjtërore. Perëndia veproi jashtë tokës së promisë. Perëndia u zbulua jashtë tempullit. Perëndia nuk është i kufizuar në vende apo struktura. Kjo ishte goditja e parë ndaj teologjisë së akuzuesve, të cilët e kishin shndërruar tempullin në një qëllim në vetvete. Stefani tregoi se Abrahami nuk e zotëroi kur tokën e promisë gjatë jetës së tij. As edhe një pëllëm tokë, thot teksti. Promisa ishte për pasardhësit e tij. Abrahami jetoi si i huaj, pelegrin, nomad, duke besuar në fjalën e Perëndisë edhe kur çdo dëshmi fizike tregonte të kundërtën. Besimi i vërtet nuk varet nga strukturat e dukshme. Më pas Stefani foli për Jozefin, djalin e Jakobit, të shitur nga vetë vëllezërit e tij për xhelozi. Patriarkët e Izraelit, paraardhësit e nderuar nga anëtarët e Sinedrit, kishin kryer një krim të tmerrshëm kundër gjakut të tyre. Por Perëndia ishte me Jozefin. Në burg, në pallatin e faraonit, në çdo rrethan, Perëndia ishte i pranishëm. Dhe Jozefi u lartësua për të bërë shpëtimtari i familjes që e refuzoi. Një model profetik që do të përsëritej me Jezusin, i refuzuar nga të vetët, por i bërë shpëtimtari të gjithëve. Pjesa më e madhe e fjalimit, megjithatë, iu kushtua Mojsiut. Stefani foli për lindjen e tij, kur faraoni urdhëroi që të gjithë djemt hebrejnë të vriteshin. Foli për edukimin e tij në pallatin egjiptian, i udhëzuar në të gjithë urtësinë e Egjiptit. Foli për përpjekjen e tij të dështuar për të çliruar popullin e tij kur ishte 40 vjeç, duke vrarë një egjiptian dhe duke u refuzuar nga vetë hebrejnë.
Dhe këtu është pika vendimtare. Stefani tregoi se si Mojsiu u refuzua nga populli i tij jo një, por 2 herë. Herën e parë, kur u përpoq të mbronte një hebre dhe u pyet me përbuzje, kush të caktoi ty princ dhe gjyqtar mbi ne? A do të më vrasësh mua ashtu siç vrave dje egjiptianin? Herën e dytë, në Shkretëtir 40 vjet më vonë, kur populli fabrikoi një viç ari dhe tha, na bëj Perëndi që të shkojnë para nesh, sepse këtij Mojsiu që na nxori nga Egjipti, nuk e dim se çfarë i ndodhi. A e kuptoni se çfarë po bënte Stefani? Ai po tregonte se refuzimi i të dërguarve të Perëndis nuk ishte risi në Izrael. Ishte një model. Një tendencë historike. Një shenjë dalluese e kombit. Paraardhësit e refuzuan Jozefin për xhelozi. E refuzuan Mojsiun vazhdimisht për mosbesim. I refuzuan profetët për komoditet. Dhe tani pasardhësit e tyre, të ulur në atë gjykat me rrobat e tyre fetare dhe autoritetin e tyre institucional, kishin refuzuar vetë Mesian. Por Stefani shkoi edhe më thellë. Ai citoi profetin Amos për të treguar se edhe në Shkretëtir, në udhëheqjen e drejtpërdrejtë të Mojsiut, edhe me shtyllën e zjarit dhe rren e lavdis, edhe me manën që binte nga qielli çdo ditë, populli praktikonte idhujtari të fshehtë. Mbartnin tabernakullin e Molokut dhe yllin e Perëndis Renfan, imazhe që i bën për t'i adhuruar. Mosbindja nuk ishte përjashtim. Ishte rregull. Pabesia nuk ishte aksident. Ishte zgjedhje e qëllimshme. Dhe atëherë erdhi goditja finale mbi çështjen e tempullit. Stefani pranoi se Davidi deshi të ndërtonte një banesë për Perëndin, por u ndalua sepse i kishte duart e njollosura me gjah. Ishte Salomoni ai që në fakt ndërtoi shtëpinë. Një ndërtim madhështor që u deshën 7 vjet për t'u përfunduar me 180.000 punëtor të përfshirë. Por menjëherë pasi përmendi këtë, Stefani citoi profetin Isaia, shumë i larti nuk banon në tempuj të bërë me duar njerëzish. Qielli është froni im dhe toka, mbështetësia e këmbëve të mia. Çfarë shtëpie do të më ndërtoni, thot Zoti, ose cili është vendi i prejes sime? A nuk i bëri dora ime të gjitha këto gjëra? Kjo ishte pika qendrore e gjithë argumentimit. Nuk ishte Stefani ai që blasfemonte kundër tempullit. Ishin udhëheqësit fetar që e kishin shndërruar tempullin në një idhull, sikur Perëndia të mund të mbahej brenda mureve prej guri, sikur prania hyjnore të varej nga një strukturë fizike. Ata adhuronin strukturën më shumë se sa adhuronin Perëndin që struktura përfaqësonte. Kishte zëvendësuar krijuesin me krijesën, realitetin me hijen, Perëndin e gjallë me një ndërtesë të vdekur. Dhe atëherë Stefani ktheu artilerinë e tij drejt për drejt kundër gjyqtarëve të tij. Burra me qafë të fortë dhe të parethprer në zemër dhe në vesh, ju gjithmonë i rezistoni frymës së shenjtë, ashtu siç bën etërit tuaj, ashtu bëni edhe ju. Cilin nga profetët nuk e përndoqën etërit tuaj? Ata vran ata që paralajmëronin ardhjen e të drejtit, tradhtarët dhe vrasësit e të cilit ju u bë të tani, ju që morët ligjin përmes shërbesës së engjëjve dhe nuk e ruajtët. Dimensiononi peshën e këtyre fjalëve. Stefani ishte para gjykatës supreme të Izraelit, i akuzuar për blasfemi kundër ligjit, dhe mbrojtja e tij ishte të akuzonte vetë gjyqtarët se ishin shkelësit e vërtet të ligjit. I quajti të parethprer, thyrja më e madhe e mundshme për një juden. I akuzoi se i rezistonin frymës së shenjtë, se përndiqnin profetët, se tradhtuan dhe vran Mesian. Ai nuk u përpoq të zbuste. Nuk kërkoi një rrugë të mesme diplomatike. Nuk kërkoi mëshirë apo mirëkuptim. Ai u përball me mëkatin ballë për ballë, duke e ditur saktësisht se cili do të ishte çmimi. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe i dhunshëm. Teksti thot se duke dëgjuar ata këto gjëra, tërboheshin në zemrat e tyre dhe kërcëllinin dhëmbët kundër tij. Shpreha në greqisht sugjeron një zemërim visceral, pothuajse shtazor, të pakontrollueshëm. Ata nuk ishin vetëm të irrituar apo të ofenduar. Ishin të pushtuar nga një furi vrasëse që mezi mund ta mbanin. 70 burra të elitës fetare të Izraelit, rojet e ligjit dhe të rendit, të reduktuar në një turm të tërbuar që kërcëllinte dhëmbët si bisha. Por ndërsa urrejtja konsumonte gjyqtarët, diçka e jashtëzakonshme ndodhte me Stefanin. Plot me frymën e shenjtë, ai nguli syt në qiell dhe pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin në këmbë në të djathtë të Perëndisë. Dhe deklaroi me zë të lartë që të gjithë ta dëgjonin, ja, shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriut në këmbë në të djathtë të Perëndisë. Ky vizion është absolutisht unik në të gjithë beslidhjen e re.
Në të gjitha pasazhet e tjera të shkrimeve, Jezusi përshkruhet i ulur në të djathtë të Atit, në pozicion autoriteti dhe prejeje pasi përfundoi veprën e tij shpëtimtare në kryq. I ulur si një mbret që mbretëron. I ulur si një gjyqtar që gjykon. Por këtu, para Stefanit, në momentet finale të jetës së tij toksore, ai është në këmbë. Pse në këmbë? Disa studiues sugjerojnë se Jezusi u ngrit për të pritur shërbëtorin e tij besnik. Si një mbret që ngrihet nga froni për të nderuar një luftëtar që kthehet fitimtar nga betejë më e vështirë. Të tjerë e shohin Jezusin në këmbë si avokat, duke ndërhyrë aktivisht për Stefanin para Atit qiellor. Të tjerë ende e interpretojnë si një qëndrim dëshmitari, duke konfirmuar para gjykatës qiellore besnikërinë absolute të atij që ishte gati të jepte jetën e tij. Cili do qoftë interpretimi teologjik, kuptimi shpirtëror është absolutisht i qartë. Stefani nuk ishte vetëm. Qielli ishte i vëmendshëm. Biri i Perëndis ishte personalisht i përfshirë. Vdekja e afërt nuk ishte fundi i historisë, por fillimi i një realiteti të ri. Por për anëtarët e Sinedrit, kjo deklarat ishte pika që derdhi gotën e furisë së tyre. Ata mbyllën veshët. Kirurgjikisht. Vendosën duart mbi veshë si fëmijë që nuk duan të dëgjojnë një të vërtetë shqetësuese. 70 pleq të respektueshëm, gjyqtar suprem të Izraelit, duke mbyllur veshët dhe duke bërtitur për të mos dëgjuar më. Dhe atëherë, në një impuls të vetëm kolektiv, pa votim formal, pa sentencë zyrtare, pa ndjekur procedurat ligjore që ata vetë kërkonin nga të tjerët, u hodhën kundër Stefanit, e tërhoqën zvarr jashtë qytetit dhe filluan ta vrisnin me gur. Vrasja me gur ishte forma e ekzekutimit e parashikuar në ligjin e Mojsiut për rastet e blasfemisë. Viktima dërgohej jashtë mureve të qytetit, sepse gjaku i derdhur do ta bënte të papastër tokën e shenjtë të Jeruzalemit. Zhvishej nga rrobat e jashtme dhe hidhej nga një lartësi prej të paktën 2 metrash, afërsisht lartësia e një kati ndërtese. Nëse rënia nuk e vriste, guri i parë hidhej nga një prej dëshmitarëve që e akuzuan. Pesha minimale e këtij guri të parë duhej të ishte e mjaftueshme për të vrarë nëse godiste gjoksin. Më pas dëshmitarët e tjerë merrnin pjesë. Më pas kushdo që donte të bashkohej me ekzekutimin. Gurët e përdorur ishin mjaft të mëdhenj për të shkaktuar dëmtim serioz, por jo aq të mëdhenj sa të vrisnin menjëherë. Vdekja vinte nga grumbullimi i traumave. Kockat thyeshin një nga një. Organet shpoheshin ngadalë. Hemoragjia e brendshme rritej. Mund të zgjaste minuta ose orë, në varësi të saktësisë së hedhësve dhe sasisë së pjesëmarrësve. Ishte një formë ekzekutimi e projektuar për të qenë ngadalë, e dhimbshme, publike dhe poshtëruese. Dhe Stefani u përball me të gjithë këtë me një qetësi që mund të shpjegohet vetëm nga mbinjerëzoria. Ndërsa gurët goditnin trupin e tij, duke thyer brinjët, duke grisur lëkurën, duke shtypur gjymtyrët, ai lutej. Zot Jezus, prano frymën time. Të njëjtat fjalë që Jezusi kishte shqiptuar në kryq, tani bënin jehon në buzët e dëshmorit të tij të parë. Atë, në duart e tua po e dorëzoj frymën time, tha Jezusi. Zot Jezus, prano frymën time, tha Stefani. Një dorëzim i plot. Një besim absolut. Asnjë britmë dëshpërimi. Asnjë përpjekje për ikje. Asnjë mallkim kundër vrasësve të tij. Vetëm besim. Por lutja nuk përfundoi aty. Stefani ra në gjunjë, trupi tashmë i shkatëruar nga gurët, gjaku që formonte pellgje rreth tij dhe thiri me zë të lartë, që të gjithë të pranishmit të mund ta dëgjonin qartë. Zot, mos u ngarko atyre këtë mëkat. Falje. Në momentin e agonisë maksimale, kur çdo qenie njerëzore normale do të ishte e konsumuar nga dhimbja fizike dhe nga frika e vdekjes, kur reagimi natyror do të ishte të bërtiste për drejtësi ose të paktën për lehtësim, Stefani zgjodhi të ndërhynte për vrasësit e tij. A mund ta dimensiononi madhësinë mbinjerëzore të këtij qëndrimi? Ai nuk po citonte një formulë fetare të mësuar për mendsh. Nuk po përmbushte një ritual bosh. Ai po kërkonte sinqerisht, nga fundi i një zemre të transformuar nga dashuria e Krishtit, që Perëndia të mos i mbante përgjegjës ata burra për krimin e tmerrshëm që po kryenin në atë moment të saktë. E njëjta hir i pakuptueshëm që Jezusi tregoi në kryq, duke thënë atë, falua sepse nuk dinë se çfarë bëjnë, tani rrifte përmes dishepullit të tij që po vdiste. Dhe pasi tha këtë, e zuri gjumi. Kjo është shpreha e butë e përdorur nga Luka. Jo vdekje. Gjumë. Si dikush që mbyll syt në paqe, duke e ditur se do të zgjohet në një vend pafundësisht më të mirë.
si një fëmijë që flen në krahët e babait pas një dite raskapitse. Por historia nuk përfundon me frymëmarrjen e fundit të Stefanit. Teksti i veprave përmend një detaj që duket dytësor, pothuajse aksidental, por që do të ndryshonte plotësisht rrjedhën e historisë njerëzore. Dëshmitarët që hodhën guret e parë duke ndjekur procedurën ligjore, lanë rrobat e tyre të jashtme te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Dhe Sauli pëlqente vrasjen e Stefanit. Ai vëzhgonte gjithçka me miratim. Ruante pelerinat me kënaqësi. Ky djalosh ishte një farise i zellshëm, i lindur në Tars të Kilikis, i edukuar në Jeruzalem te këmbët e Gamalielit, një prej mësuesve më të mëdhenj të ligjit në të gjithë historinë judaike. Sauli ishte nxënësi shembullor, e ardhmja premtuese, mbrojtësi i zjarrt i traditave të etërve. Ai nuk miratoi vetëm ekzekutimin e Stefanit. Ai u bë përndjekësi më i madh i kishës së hershme në muajt në vijim. Kapitulli i 8 i veprave, vargu 3, thotë se Sauli shkretonte kishën duke hyrë nëpër shtëpi, duke tërhequr zvarr burra dhe gra dhe i mbyllte në burg. Një fushat terrori sistematik. Por diçka ndodhi me Saulin në rrugën e Damaskut. I njëjti Jezus që Stefani i pa në këmbë në të djathtë të Perëndis ju shfaq Saulit në një dritë verbuese më të shndritshme se dielli i mesditës dhe e pyeti: "Saul, Saul, pse më përndjek? Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër thumbit." Zëri i qiellit. I njëjti qiell që Stefani e kishte parë të hapur. Disa studiues besojnë, dhe ka arsye të mira për këtë besim, se lutja e Stefanit u mori përgjigje saktësisht te Sauli. Zot, mos ua ngarko atyre këtë mëkat. Falja e kërkuar nga dëshmori që po vdiste me frymën e tij të fundit, arriti zemrën e përndjekësit më të egër. Dhe Sauli, shkatëruesi i kishës, u bë Pauli, apostulli i paganëve, autori i 13 letrave që përbëjnë një pjesë të madhe të beslidhjes së re, mbjellës i kishave në 3 kontinente dhe vetë dëshmor dekada më vonë, i prerë në kokë në Rom me urdhër të Neros. Fara e ujitur me gjak prodhoi një korrje që askush nuk mund ta parashikonte apo imagjinonte. Por pasojat e menjëhershme të vdekjes së Stefanit ishin gjithashtu thellësisht domethënëse për lëvizjen e krishterë. Kapitulli i 8 i veprave fillon duke thënë se atë ditë shpërtheu një përndjekje e madhe kundër kishës në Jeruzalem. Të krishterët u shpërndan nëpër rajonet e Judes dhe Samaris. Vetëm apostujt mbetën në qytet, ndoshta të mbrojtur nga fama që kishin midis popullit. Dukej si një humbje shkatëruese. Komuniteti që ishte rritur në mira, që jetonte në bashkësi ditore, që ndante gjithçka, tani ishte i shpërndar si refugjat që iknin nga një luftë. Ëndra e një kishe të bashkuar në Jeruzalem, e përqendruar te tempulli, ishte shkatëruar me sa duket nga dhuna fetare. Fitore totale e përndjekësve. Por Perëndia kishte plane të tjera. Ata që u shpërndan shkonin kudo duke predikuar fjalën. Përndjekja nuk e heshti ungjillin. Shumë fishoj lajmtarët e tij. Filipi, një nga 7 djakët e zgjedhur bashkë me Stefanin, shkoi në Samari dhe filloi një zgjim që tronditi të gjithë rajonin. Samaritanët, të përbuzur nga judejt, pranonin fjalën me gëzim. Refugjat të tjerë e quan mesazhin në Antioki të Siris, ku dishepujt u quajtën të krishterë për herë të parë në histori. Kisha që ishte e përqendruar në një qytet të vetëm tani shpërndahej si zjarri i pakontrollueshëm nëpër perandorinë romake. Gjaku i Stefanit u bë far. Tertuliani, një nga teologët e parë të krishterë, shkroi në shekullin e 2 një frazë që u bë e famshme: "Gjaku i dëshmorëve është fara e kishës." Ai po përshkruante një model paradoksal që filloi saktësisht me Stefanin. Çdo përpjekje për të shkatëruar krishterimin me forcë përfundonte duke e forcuar atë. Çdo dëshmor që vdiste në paqe frymëzonte dhjetëra të konvertuar të rinj të impresionuar nga guximi mbinjerëzor. Çdo përndjekje shpërndante besimtarët në rajone të reja ku ungjilli nuk kishte arritur kurrë më parë. Dhe ky model vazhdoi për shekuj deri në ditët e sotme. Në arenat e Romës, të krishterët glabëroheshin nga luanët ndërsa këndonin himne adhurimi. Polikarpi, peshkopi i Smirnës, u dogji gjallë në moshën 86 vjeçare duke refuzuar të mohonte Krishtin. Perpetua dhe Felicitas u përballën me bisha të egra të përqafuara me njëra tjetrën. Në turat e druve të mesjetës, reformatorë si Jan Hus dhe Iliam Tyndale vdisnin duke cituar shkrimet ndërsa flakët konsumonin trupat e tyre. Në burgjet e Bashkimit Sovjetik, burra si Richard Wurmbrand kaluan 14 vjet në qelinën toksore, duke u torturuar rregullisht, por duke vazhduar të predikonin për rojet e tyre.
Në kampet e përqendrimit nazist, pastor si Dietrich Bonhoeffer ofronin shpresë për të dënuarit deri në momentin e fundit. Në fshatra të largëta të Azisë, Afrikës dhe lindjes së mesme, misionarë modern ende derdhin gjakun e tyre për kauzën e Krishtit. Të gjithë ata shohin te Stefani të parin, modelin, standardin e vendosur. Dhe të gjithë ata ndajnë të njëjtin vizion, qiellin e hapur. Ky imazh u bë absolutisht qendror për shpresën e krishterë përgjatë 2000 vjeçarëve. Nuk është vetëm një metaforë poetike për të ngushëlluar ata që vuajnë. Është një deklaratë teologjike e thellë mbi natyrën e realitetit. Veluri që ndante njerëzimin nga Perëndia u gris nga lart poshtë kur Jezusi vdiq në kryq. Aksesi te ati është përgjithmonë i hapur përmes gjakut të birit. Dhe për ata që vdesin në Krishtin, kalimi midis kësaj bote dhe tjetrës nuk është një humner e errët dhe tmerruese, por një derë e ndriçuar nga lavdia hyjnore. Stefani e pa këtë derë të hapej. Dhe që atëherë miliona të krishterë u përballën me vdekjen me të njëjtën shpresë të pashpjegueshme. Jo sepse ishin më guximtar se njerëzit e tjerë nga natyra. Jo sepse ndjenin më pak dhimbje fizike apo emocionale. Por sepse besonin me një siguri që te i kalon arsyen njerëzore, se ajo që ishte në anën tjetër vlente pafundësisht më shumë se çdo vuajtje e përkohshme e kësaj ane. Pauli, ai djalosh që mbajti pelerinat e vrasve, do t'u shkruante vite më vonë Filipianëve, sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim. Ai e mësoi këtë leksion duke vëzhguar Stefanin duke vdekur. Pa një njeri të përballej me vdekjen pa frikë, pa urrëtie, pa dëshpërim. Dhe nuk mundi ta harronte kurrë atë imazh. Ai e ndoqi derisa ai vetë ju dorëzua Krishtit që Stefani adhuronte. Historia e Stefanit vendosi gjithashtu një model faljeje që sfidon thellësisht çdo logjik njerëzore natyrore. Kur dikush na lëndon, reagimi ynë instinktiv është të kundërpërgjigjemi ose të paktën të dëshirojmë që drejtësia të bëhet kundër ofenduesit. Duam që armiqtë tanë të paguajnë për atë që bën. Duam t'i shohim të vuajnë në të njëjtën masë që na bën të vuajmë. Është njerëzore. Është natyrore. Dhe është plotësisht në kundërshtim me Ungjillin. Stefani zgjodhi një rrugë tjetër. Në momentin e agonisë më të madhe fizike dhe emocionale, kur do të kishte çdo justifikim njerëzor për të thirrur për hakmarrje hyjnore, ai kërkoi falje për vrasësit e tij. Dhe kjo nuk do të thotë se mëkati i tyre nuk ishte i rëndë. Ishte shumë i rëndë. Kjo nuk do të thotë se nuk do të kishte pasoja. Do të kishte. Jeruzalemi do të shkatërrohej nga romakët në vitin 70 pas Krishtit dhe tempulli që ata adhuronin më shumë se Perëndin do të reduktohej në rënoja. Por Stefani kuptoi diçka që shumë të krishterë ende luftojnë ta kuptojnë 2000 vjet më vonë, të mbash hidhërim është si të pish helm duke pritur që tjetri të vdes. Mungesa e faljes burgos atë që nuk fal shumë më tepër se sa atë që u fal. Falja liron së pari atë që fal. Dhe kur falni sinqerisht, ju hapni hapësirë që Perëndia të punojë në forma që ju kur nuk do t'i imagjinoni të mundshme. Kush mund ta parashikonte se djaloshi që mbante pelerinat do të bëhej misionari më i madh i historisë së krishterë? Kush mund ta imagjinonte se lutja e një njeriu që po vdiste do të arrinte zemrën e ngurtësuar të përndjekësit të tij më të madh? Kush mund të parashikonte se vdekja e dhunshme e një djaku në Jeruzalem do të rezultonte në zgjerimin shpërthyes të Ungjillit deri në skajet e tokës së njohur? Perëndia sheh atë që ne nuk shohim. Perëndia punon aty ku ne nuk arrim. Dhe Perëndia transformon tragjeditë e dukshme në triumfe të lavdishme në mënyra që sfidojnë çdo pritshmëri dhe llogari njerëzore. Stefanin e zuri gjumi. Ky është termi që Luka përdor në librin e veprave. Jo vdekje. Gjumë. Si dikush që mbyll syt duke e ditur me siguri absolute se do të zgjohet në një vend tjetër. Gurët pushuan së rëni. Gjaku u tha në tokën e Jeruzalemit. Akuzuesit u kthyen në shtëpitë e tyre duke menduar se kishin fituar përfundimisht. Por diçka kishte ndodhur atë ditë që asnjë prej tyre nuk mund ta shbënte kurrë. Qielli ishte hapur. Dhe që atëherë, për të gjithë ata që besojnë, ai nuk u mbyll më kurrë. Çdo dëshmor që erdhi pas Stefanit shikoi lart me të njëjtën shpresë të palëkundur. Çdo i krishter i përndjekur në arenat e Romës, në turrat e Inkvizicionit, në burgjet e Bashkimit Sovjetik, në kampet e përqendrimit, në fshatrat e largëta të Azisë apo në rrugët armiqësore të lindjes së mesme mbajti me vete të njëjtin vizion. Jezusi në këmbë. Duke pritur.
Duke pritur. Duke nderuar. Stefani nuk ishte i fundit që vdiq për besimin. Ishte i pari i miliona njerëzve. Por vdekja e tij vendosi një model që nuk u thye kur në 2000 vjeçar histori. Falja është më e fortë se guri. Lutja është më e fuqishme se urrejtja. Dhe qielli është më afër se sa duket. Kur përballeni me kundërshtim për shkak të besimit tuaj, kujtoni Stefanin. Kur njerëzit gënjejnë për ju dhe shtrembërojnë fjalët tuaja për t'ju dëmtuar, kujtoni Stefanin. Kur duket se të pabesët po fitojnë dhe drejtësia hyjnore është shumë larg, kujtoni Stefanin. Kur tundoheni të mbani hidhërim kundër dikujt që ju lëndoi, kujtoni Stefanin. Ai pa qiellin e hapur. Dhe ky vizion ndryshoi absolutisht gjithçka. Jo vetëm për të në atë moment martirizimi. Për të gjithë ata që erdhën pas gjatë 20 shekujve. Për të gjithë ata që ende do të vinë deri në fund të kohërave. Për ju, tani, duke lexuar këto fjalë. I njëjti Jezus që ishte në këmbë për të pritur Stefanin është në këmbë për të pritur secilin prej të vetëve. I njëjti qiell që u hap në atë ditë të përgjakshme në Jeruzalem mbetet i hapur për të gjithë ata që besojnë. E njëjta shpresë mbi njerëzore që mbështeti dëshmorin e parë mbështet çdo të krishter në çdo brez, në çdo komb, në çdo rrethan. Gurët mund të binë. Trupi mund të shkatërrohet. Akuzuesit mund të duken fitimtar për një moment kalimtar. Por qielli është i hapur. Dhe askush nuk do të mund të mbyll kurrë atë që Perëndia hapi.